Galeria e Arteve në Shkodër vijon të jetë një hapësirë rëndësishme për promovimin e artit bashkëkohor, duke u kthyer në një alternativë kulturore për qytetarët dhe vizitorët. Aktualisht në këtë ambient është shelur ekspozita e Eter, një projekt artistik që ndërthur element të grafikës dhe skulpturës. Ekspozita mban firmën e artistëve Arben Koliçi dhe Edi Meço. Ne I kemi hapë hapësirat e galerisë për autorë në qytete të ndryshme dhe të mediumeve sa më të shumë llojta. Ku është kërkimi jonë? Është I tillë sepse pasurohet gjua kromatike, pasurohet propozimi estetik. Kuptojmë që nuk ka vetëm lanë të zakonshme për me bë në akademitë tona, në studimet tona, nuk ka vetëm lanë të zakonshme për me mësu, por ka edhe objekte, ka edhe materiale që mund kthehen shumë mirë, siç është vepra e skulptorit Eduard Meço. Ndërkohë Galeria e Arteve parashikon një kalendar të pasur aktivitetesh në vijim, me ekspozita dhe ngjarje të tjera artistike që synojnë të gjallërojnë jetën kulturore të qytetit dhe të mbështesin artistët vendase më gjerë. Kemi një kalendar shumë të ngjeshur, emrash të artit aktual shqiptar. Pas këtyre dy zotrive kemi ekspozitën e një nga emrave të rëndësishëm të personazhit ftuar që ne e zhvillojmë, siç është Arben Golemi, artist dhe arkitekt, një nga figurat e njohura të artit shqiptar. Do të pasojmë pastaj me Gazmend Lekën, do të pasojmë pastaj me Ekranin e Artit. Me një kalendar që premton aktivitet të vazhdueshëm, Galeria e Arteve synon të mbetet një pikë takimi për artistët dhe publikun. Ekspozita më e afërt do të jetë ajo e artistit Arben Golemi më 30 prill.